Si kërkojnë Serbisë të sjellë kriminalet e Banjskës para drejtësisë. Kryeministri Kurti nga Londra i kërkon Serbisë dorëzimin e kryekriminalit Radojčić, tërheqjen e letrës së Brnabić dhe të marrëveshjes së orë. Shënohet 18 vjetori kushtetutës, hartuesit e saj thonë se kushtetuta përballë me sfida të shumta. Pa marrëveshje politike nuk mund të zgjidhet presidenti, kështu vlerësojnë situatën analistët kosovarë. Të nderuar shikues, mirëmbrëma. Kryeministri Albin Kurti ka udhëtuar sot për një vizitë zyrtare në Mbretërinë e Bashkuar, ku prit nga sekretarja për punë të jashtme Yvette Cooper. Në takim, Kurti falenderoi Mbretërinë e Bashkuar për mbështetjen e vazhdueshme të Kosovës dhe foli për investimet në mbrojtje, ushtrimet e përbashkëta dhe bashkëpunimin për trajnime dhe mbështetje ndaj Ukrainës. Ai theksoi rëndësinë e antarësimit të Kosovës në NATO dhe BE për sigurinë dhe stabilitetin e vendit. Po ashtu Kurti informoi për kërcënimet nga Serbia me mbështetjen e Rusisë dhe përsëriti 3 parakushte për vazhdimin e dialogut: dorëzimin e kryekriminalit Milan Radojčić, tërheqjen e letrës së ish kryeministres Brnabić dhe nënshkrimin e marrëveshjes së Ohrit, duke konfirmuar përkushtimin për normalizim të marrëdhënieve përmes një marrëveshjeje ligjërisht obliguese. Për herë të parë, Glau Konjufca në cilësinë e zëvendës kryeministrit të parë dhe ministrit të punëve të jashtme të Kosovës, mori pjesë në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë të Kombeve të Bashkuara. Konjufca tha se ngecja e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë është përgjegjësi e Serbisë, duke theksuar gjithashtu se ajo mban përgjegjësi për sulmin në Banjsk. Shumica e përfaqësuesve të shteteve anëtare ranë dakord se përgjegjësit duhet të sillen para drejtësisë. Ai shtoi se Kosova është e përkushtuar ndaj stabilitetit dhe bashkëjetesës me komunitetin serb, ndryshe nga propaganda e Serbisë. Serbia duhet ta pranojë realitetin dhe ta njohë shtetin e Kosovës, kështu tha ministri i punëve të jashtme të Kosovës Glau Konjufca në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, duke theksuar se pengesa e vetme për normalizimin e raporteve është Serbia. Kosova mbetet e gatshme të normalizojë marrëdhëniet ndërshtetërore dhe fqinjësore, megjithatë pengesë ndaj paqes dhe normalizimit të marrëdhënieve mbetet Serbia që as nuk është e interesuar të normalizojë marrëdhëniet me Kosovën e as të hyjë në Bashkimin Evropian. I bëjmë thirrje Serbisë të ballafaqohet me realitetin e vet dhe ta njohë Kosovën si shtet të pavarur e sovran dhe të mos mbajë peng të gjithë rajonin të një hegemonie. Për arrestimin dhe dënimin e kriminalëve serb për krime gjatë luftës, Konjufca tha se Serbia po i portretizon si politike. Institucionet e drejtësisë kanë prezantuar fakte. Ai shtoi se ndryshe nga Serbia, që arreston çdo ditë shqiptar të pafajshëm, Kosova është e përkushtuar të ballafaqohet me të kaluarën e institucionet e Kosovës i ndjekin këto krime, pavarësisht etninë e kryerësve me standardet më të larta të drejtësisë. Kemi qindra raste duke përfshirë dhunën seksuale të kryer nga ushtria e policia e forcat paramilitare serbe, që nuk adresohen as nga Kombet e Bashkuara, as nga Bashkimi Evropian, apo ndonjë gjykat tjetër. Kemi detyrimin t'i ofrojmë drejtësi viktimave e nuk do të ndalemi derisa të gjitha këto raste të zgjidhen përfundimisht. Tutje Konjufca foli edhe për gjykatën speciale, për cilën tha se krimi i saj nuk është si derivati rezolutës 1244, por atë kanë themeluar institucionet e Kosovës dhe dhomat e specializuara nuk i raportojnë UNMIK-ut për kuvendit të Kosovës. Zgjerimi të tepruar i autoritetit raportues të UNMIK-ut, gjykata speciale nuk janë krijim nga rezoluta 1244, nuk janë krijuar nga Këshilli, mos nxjerrni autoritet aty dhe ato nuk i përkasin UNMIK-ut. Speciale është krijuar me amendament kushtetues të miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Baza ligjore rrjedh nga një letërgëmbim mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Konjufca vuri në theks se Beogradi ka bërë përpjekje për të vazhduar rolin e vet destruktiv, me ndërhyrje në zgjedhje dhe mbështetjen për listën serbe. Ai u kundërpërgjigj ambasadorit të Serbisë në SBA, Marko Đurić.
Beogradi ka vazhduar të luajë rolin e vet destruktiv duke u përpjekur të ndërhyjë në zgjedhje, duke u përpjekur për ta mbështetur listën serbe në zgjedhjet në Kosovë, duke synuar ta reflektojë drejtimin e vet me një parti në pushtet. Ministri Konjufca analizoi se Kosova nuk mund t'i besoj Serbisë pa llogaridhënie të qartë dhe garanci për ndalimin e agresionit, ndërsa për raportin e UNMIK-ut, Konjufca tha se nuk e trajton mjaftueshëm sulmin terrorist në Banjsk, gjithashtu theksoi se mandati i UNMIK-ut në Kosovë ka përfunduar, ndërkaq përfaqësuesja e SBA-s në OKB, Tami Brus, ka ripërsëritur kërkesën e SBA-s për mbylljen e këtij misioni në Kosovë. All citizens of Kosova. Zgjedhja e presidentit të ri mbetet të kushtëzuar nga marrëveshjet politike mes partive, ndërsa mungesa e konsensusit rrezikon ta çojë vendin drejt zgjedhjeve të reja. Njohës të çështjeve politike kanë mendime të ndryshme për zgjidhjen e situatës. Disa vlerësojnë se ajo mund të arrihet përmes një marrëveshje mes lëvizjes vetëvendosje dhe PDK-s, ndërsa të tjerë shohin si të mundshme një marrëveshje mes lëvizjes vetëvendosje dhe LDK-s. Zgjedhja e presidentit po shoqërohet sërish me nevojën për marrëveshje politike, por në këtë situatë sigurimi i votave dhe kuorumi mbetet sfidë. Njohësi i çështjeve politike Mazlum Baraliu vlerëson se zgjidhja është urgjente dhe e domosdoshme, duke theksuar se pa një kompromis politik nuk mund të zgjidhet presidenti. Baraliu e sheh si opsion kryesor një marrëveshje mes lëvizjes vetëvendosje dhe Partisë Demokratike. Fituesi ta bënte me gjitha partitë parlamentare, me 3 partitë shqiptare kryesore, LDK-n, PDK-n dhe Aleancën, dhe ta kenë ata një kandidat përbashkët. Nëse kjo nuk është e mundur, një kandidat nga PDK-ja me ata numrat që i kanë ata dhe numrat që i ka premtuar vetëvendosja që do t'ja jep atij dhe ka në dispozicion, dhe ta ketë pra ndryshimin e këtyre 2 kandidatëve, njëri prej tyre hiqet vetëvendosjes, vendoset një i PDK-s ose 2 të PDK-s dhe zgjidhet çështja e presidentit. Një opsion tjetër jep profesori universitar Dorajet Imeri, i cili shpreh skepticizëm për mundësinë e arritjes së një marrëveshje politike në rrethanat aktuale. Ajo çfarë thotë LDK-ja është se ne duhet ndajmë pushtetin. Pra, ne nuk mund të votojmë që 3 pushtetet të takojnë lëvizjes vetëvendosje. Dhe ajo nuk thotë që nuk do ta votojmë presidentin. Por në këmbim të votës për presidentin kërkon një hise në qeveri ose në një institucion tjetër. Dhe prandaj këtu e shoh më të mundshme nëse ka vullnet dhe gatishmëri politike, pastaj edhe nga lëvizja vetëvendosje. Në Kosovë, zgjedhja e presidentit shpesh është shoqëruar me kompromise mes partive, sidomos kur nuk ka pasur një shumicë të qartë në kuvend. Pas krizës politike dhe ndërhyrjes së gjykatës kushtetuese që rrëzoi zgjedhjen e Bexhet Pacollit, u arrit një marrëveshje mes Hashim Thaqit, Isa Mustafës dhe Bexhet Pacollit. Si kompromis, u zgjon një figurë konsensuale pa profil të fortë politik, Jahjaga. Thaqi u zgjodh president si pjesë e një marrëveshje e koalicioni PDK-LDK. Isa Mustafa mbeti kryeministër. Marrëveshja ishte e diskutueshme dhe u shoqërua me protesta nga opozita e atëhershme Lëvizja Vetëvendosje. Pas zgjedhjeve të 2021-s dhe fitores së lëvizjes vetëvendosje, u bë marrëveshje mes vetëvendosjes dhe partive të vogla, minoriteteve për sigurimin e votave. Ishte më pak kompromis klasik, por prap kërkoi koordinim për kuorum dhe vota. Kushtetuta e Kosovës shënon 18 vjetorin duke garantuar të drejta dhe liri për të gjithë qytetarët. Gjatë këtyre viteve, gjykata kushtetuese ka luajtur rol kyç në mbrojtjen e saj, duke vendosur mbi zgjedhjen e presidentëve, marrëveshje dhe mandate që kanë formësuar stabilitetin demokratik. Gjykata ka konstatuar gjithashtu shkelje, përfshirë zgjedhje jashtë parimeve kushtetuese të presidentëve, ligje antikushtetuese dhe procese të rëndësishme që lidhen me politikën e vendit. Kushtetuta e Kosovës konsiderohet ndër më modernët në rajon. E miratuar 18 vite më parë, e ka përcaktuar Kosovën shtet të pavarur, sovran dhe demokratik, ku respektimi i të drejtave dhe lirive të njeriut është vlerë themelore. Profesori Arsim Bajrami, një nga artuesit e kushtetutës, thot se pavarësisht rolit shtetformues, Kosova ka përjetuar sfidat gjatë këtyre viteve. Një nga sfidat kryesore kanë qenë shkeljet e kushtetutës.
Shkelësi më i madh i kushtetutës janë organet, institucionet, sepse qytetari nuk ka dhe mundësi me shkelë, sepse zakonisht nuk është inveshën me petkun e pushtetit. Pra, kemi pas shumë ligje antikushtetuese këto 18 vite, kemi pas 2 president të larguar për shkelje serioze të kushtetutës, kemi pas 10 vendime antikushtetuese të qeverive, madje edhe të pushtete lokale. Çka na tregon kjo? Kjo na tregon se akoma politika dhe demokracia dhe partitë politike tona nuk janë shumë të demokratizuar. Kosova si shtet i ri është përballur me shkelje serioze nga institucione të ndryshme. Parlamenti ka miratuar disa ligje në kundërshtim me kushtetutën, ndërsa 2 president, Fatmir Sejdiu dhe Behgjet Pacolli, janë shkarkuar për shkelje të saj. Gjykata ka marrë edhe vendime të tjera historike. Marrëveshja e Brukselit për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe, e dërguar nga presidenti Atifete Jahjaga për vlerësim kushtetues, u gjetë se përmbante 23 pika në kundërshtim me kustetutën. Një vendim tjetër i rëndësishëm lidhet me mandatin e deputetit Etem Harifi, që çoi në rënien e qeverisë së kryeministrit Abdullah Hoti. Nga qershori i vitit 2025 deri në janarin e 2026, kushtetuesja u përgjigj për 5 raste që lidheshin vetëm me çështjen e konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Gjykata e shfuqizoi dekretin e presidentës Vjosa Osmani për shpërndarje të Kuvendit, hodhi poshtë kërkesën e kryetarës së Kuvendit Albulina Haxhiu për mos pjesëmarrjen e deputetëve në seancën për zgjedhjen e presidentit, ndërsa shpalli të papranueshme kërkesën e Vjosa Osmanit rreth emërimit të anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Përveç proceseve politike brenda institucioneve, gjyqtarët e gjykatës kushtetuese rrëzuan edhe 10 ligje të Kuvendit. Në 18 vjet, kushtetuta ka plotësuar nevojat e shoqërisë, por njohësit theksojnë se disa vakume duhet të adresohen përmes amendamenteve për t'u përgjigjur zhvillimit të shtetit të Kosovës. Kosharja është vendi ku mblidhen të gjithë për ta përkujtuar luftën e ashpër që bën dje me vajza të ushtrisë çlirimtare të Kosovës gjatë luftës së fundit. Në këtë ceremoni përkujtimore të heronjeve të kombit, morën pjesë udhëheqës të shtetit, ish komandant të kësaj zone dhe familjar të të rënëve. 27 vjetori i thyrjes së kufirit Kosovë-Shqipëri në kompleksin memorial në Koshare ka filluar me ndërimet më të larta shtetërore me qerast bashkëluftëtar, familjar dhe përfaqësues të të gjitha institucioneve, vendosen kurora lulesh pranë përmendores së dëshmorëve të rënë. E në manifestimin qendror Ditët e Shqipes, ushtruesja e detyrës së presidentit të Kosovës Albulina Haxhiu tha se lufta UÇK-s ishte e drejtë, prandaj mori përkrahje nga e gjithë bota demokratike. Ndaj betejë e Kosharës është ndër betejat më të lavdishme të historisë sonë moderne. Shteti i Kosovës është ndërtuar mbi këtë guxim, mbi vendime të marra në kushte thellësisht të rrezikshme dhe mbi sakrificë brezash të tërë. Nderimi i heronjve dhe luftarëve të Brigadës 138, Agim Ramadani, në kuadër të manifestimit Ditët e Shqipës, dëshmon vendosmërinë tonë për të punuar me përkushtim që Kosova të bëhet ashtu siç e ndruan ata që ranë për lirinë tonë. Sot përulemi me respekt të thellë para Sali Çekajt, Agim Ramadanit, para të gjithë luftarëve dhe komandantëve të Kosharës, para secilit dëshmor të asaj beteje, secilit hero të gjallë të Kosharës dhe Republikës sonë, para secilës familje që pagoi lirinë me humbjen më të madhe. 9 qershori, marrëveshja e Kumanovës ka mujt mos me qenë e tillë, sikurse mos ishte lufta e Kosharës. Pra një epilog i luftës do të arrihej, po pa luftën e Brigadës Kosharës, pa këtë intensitet të sulmit, pa këtë intensitet të goditjes ndaj armikut, pa depërtimin frontal e marrjes së një pjesë të territorit në përgjithësi të armikut, është e mundur që 9 qershori, marrëveshja e Kumanovës ka mujt me qenë tjetër, ka mujt me qenë më e keqe. Në Koshare luftohej çdo ditë, në një afërsi prej 5 deri në 50 metra. Forcat serbe vazhdimisht tentuan të rikthenin pozicionet e humbura,
duke angazhuar njësit militare që kishin. Paramilitar, mercenar, tanke, helme kimike, e qka me nuk përdoren. Por, përballë tyre ishte guximi dhe përgatitja e luftarëve tanë dhe çdo herë forcat serbe ktheheshin me njësi të përgjysmuara. Ndërsa në emër të familjarëve të pranishmit në këtë manifestim i përshëndeti Besart Jasiqi, vëllai dëshmori të parë të 9 prillit Bashkim Jasiqi, Agush Loku, Ramiz Krasniqi dhe Rifat Qelaj ishin dëshmorët e parë që u flijuan në betejën e lavdishme të 9 prillit 1999, ndërsa deri në përfundim të luftës së UÇK-s nga brigada 138 Agim Ramadani janë përjetësuar gjithsej 114 dëshmorë. Ata që mbetën gjallë nga betejë e Kosharës sillin kujtimet e tyre nga fronti. Rrethimet e tyre tregojnë për luftimin në distanca shumë të afërta me ushtrinë serbe. Arif Maloku nga Juniku, veteran dhe invalid i luftës së UÇK-s, bashkë me plagët në trup, ruan ende të freskëta kujtimet e çasteve të lavdishme. Ai kujton mëngjesin e hershëm të 9 prillit 1999 në Koshare, kur u thye kufiri dhe u vu nën kontroll karaulla famkeqe serbe, e cila për më shumë se 50 vjet kishte rënduar mbi popullin shqiptar. Ka ishte një operacion i përgatitur shumë mirë. Edhe domethënë kemi arrit derisa kemi shku në 10 metra, 10-15 metra dhe i kemi asgjësu çdo minahez, çdo Gulinova, krejt ato që i kishin armatimet. I kemi asgjësu në kohë, edhe ndaj kemi pas sukses edhe nuk kanë pas shans me u kundërpërgjigj. Ditën e parë nuk kemi pas asnjë san gabueshme të parë që na ka dështuar. Po gjithçka ka qenë brenda operacionit, brenda planit, edhe i kemi arrit ato qëllimet tona për cilat jemi nisë. Aty vlen të kësosja kalon edhe armatim në kazemën, ushtarakët është me minahes aty na i kemi përdor, edhe predhat, edhe minahesat, edhe topat, edhe automatikat tyne dhe janë ik me vrap të poshtë. Mirë po kanë mëndu me bof edhe mas andaj shumë organizime, kanë pru shumë forca, gjitha njësit, domos Serbia i ka pru në Koshare, por nuk ka mujt me na thyje. Asnjëherë na, vetëm kemi përparu përpara. Familjarët e dëshmorëve të rënë në këtë përvjetor thanë se krahas krenarisë dhimbja po bëhet më e madhe, pasi sipas tyre punët në për institucione nuk po ecin siç duhet. Sa është dhimbta, qaq është edhe krenaria. Po dhe me e madhe është mërzia kur shqiptarët nuk janë të bashkuar edhe nuk kanë razinë vetë. Këta nuk e kanë dhënë jetën shqiptarët mu përqa. Këta kanë dhënë jetën shqiptarët mu bashku. Beteja e Koshares shënon njërën ndër ngjarjet e rëndësishme të luftës së lavdishme të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në Rakoc të Kaçanikut ranë heroikisht 28 dëshmorë, ndërsa 32 martir u vranë nga ushtria dhe policia serbe gjatë vitit 1999. Ata u përkujtuan sot nga udhëheqja komunale dhe familjarët e tyre. Familjarët e dëshmorëve dhe martirëve të Lagjës së Re dhe të Rakocit të Kaçanikut përkujtuan familjarët e tyre me rastin e përvjetorit, ku në këto vende kanë rënë heroikisht 28 dëshmorë e 32 martirë. Në kësham këmë dalë për pjetë, e ka veç kër ka krisë, veç e kimi një që ka krisë. Qa ka një këtë shkenë konë popullata, këtu kanë dalë të një dërnë kriminirë, dërkë një kamoli. Veç në kësham, kër ka përfundu lufta, veç tim kimi pa. Po kënare ama si dhe këtë shok, e këtë dëshamir, e ki popull që nga përkra, du të me konë në dërimtarë. Po mos si dilte popullatës zëtë, du me honë ushtria qërimtare, ndoshta ishte bënë do një kasapanje shumë e modhe në këtë vend, pikërisht në pronjën e Rakocit. Sepse forcat sërbe nuk kanë zgjedhur fëmijë, plak, tri, të moqëm, du me honë, ata gjithë shka kanë po si janë shqiptare, ata janë konë gjende me ekzekutu. Në kujtim të rënëve u organizuan manifestime për kujtimore. Gjaku i tyre sot është bërë themel i lirisë dhe pavarësisë së Kosovës.
Omazhe janë bërë edhe në kompleksin e varrezave të dëshmorëve të kombit të UÇK-s në Kaçanik. Çmimet e naftës kanë shënuar sërish rritje, vetëm një ditë pasi kishin nisur të bien pas marrëveshjes për armëpushim dyjavor mes SBA-s dhe Iranit. Kjo situatë vazhdon të ketë ndikim edhe në Kosovë, për shkak të varësisë nga importi dhe luhatjeve të çmimeve të derivateve në tregjet botërore. Çmimet e derivateve të naftës vazhdojnë të mbeten të larta në tregun vendor. Aktualisht, 1 litër naft ka arritur deri në 1,91 euro, ndërsa benzina 1,47 euro për litër. Sipas doganes, rreth 200 milion litra karburant janë importuar në vend gjatë periudhës janar-prill. Importet kryesore të derivateve rezultojnë të jenë nga Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabia Saudite, Greqia, Rumania, Maqedonia Veriut, Gjermania e vendet tjera, që vazhdojnë të mbesin burimet kryesore të furnizimit me karburant për tregun vendor. Ekspertë energjetikës theksojnë se Kosova vazhdon të ndikohet nga zhvillimet globale për shkak të varësisë nga importi i naftës, duke nënvizuar nevojën për mbikëqyrje më të madhe institucionale. Sa i përket çmimit të naftës, natyrisht mbikëqyrja do të duhet të ishte shumë e madhe, shumë e shpejtë, shumë e sigurt, shumë e transparente, për shkak se kur ka rritje të çmimit në bursat ndërkombëtare automatikisht reflekton edhe rritjen e çmimit në tregun e Kosovës, ndërsa kur ka zbritje të çmimit në bursat ndërkombëtare, ajo reflektohet me ngadalësi të madhe. Edhe nga shoqata e naftetarëve të Kosovës së fundmi u vlerësua se nëse situata qëndron e qetë, çmimet mund të bien gradualisht. Ministria e Industrisë, Mimoza Kusari Lila, u shpreh se në ditët në vijim pret stabilizim të çmimeve, megjithse ajo varet nga zhvillimet në lindjen e mesme. Ajo theksoi se me stabilizimin e situatës do të rishikohen edhe vendimet e ministrisë për caktimin e marzhës së fitimit. Shumë e rëndësishme që ky mekanizëm i joni deri më tani ka dhënë rezultatet e veta, ndoshta jo në nivelin 100% ka pasur lëvizje të çmimeve, por gjithsesi që në situatën kur do të kemi qarkullim të lirë në ngushticën e Hormuzit dhe mos ndikim të sasisë apo të çmimit në berzën ndërkombëtare, atëherë edhe në Kosovë do heqet mekanizmi i përcaktimit të çmimit me marzhën. Kujtojmë se dje u shënua një rënje e çmimit të naftës në bursën ndërkombëtare pas marrëveshjes së armëpushimit mes SBA-s dhe Iranit, teksa sot vërehet një rritje në çmimin e karburanteve në tregjet ndërkombëtare. Çmimet e produkteve elementare vazhdojnë të jenë të larta, veçanërisht për pemët dhe perimet në tregun e gjelbër dhe në përmarkete. Shoqata konsumatori thotë se këto çmime krahasuar me ato të ardhurat të qytetarëve janë vështirë të përballueshme. Çmimet e produkteve në tregun e gjelbër të Prishtinës vazhdojnë të jenë të larta për qytetarët, kështu thonë ata gjatë blerjeve të tyre. 2 euro 5 patlıgjana. Qash lirë që kemi çmimet. Janë të shku për pjetë. Me një pension s'mundesh me rënu. Këtë punojmë edhe apet fundjesim pa pare. Hiq me të lira nuk janë as produktet në markete, thonë ata. Në për markete katastrofë shive tjetë. Që dojnë një ba, një market për shembull ka detergjentin 10 euro, dykun e ka 8 euro, ka 2 euro diferenca, është e madhe. Nga shoqata konsumatori thonë se këto çmime për konsumatorët janë vështirë të përballueshme. Dëmi është jashtëzakonisht i madh. Është i pa llogaritshëm. Nëse inspektorët të gjitha natyrave, të gjitha fraksioneve, do ta bënin punën si duhet dhe mos t'i përsërisin gjobat e njëjta, ne nuk do të kishim probleme kaq sa kemi. Aktualisht 1 kilogram speca kushton 4 euro, ndërka qepet 60 cent për kilogram, e domatet 3 euro. Ndërka çmimi i vezëve sillet nga 3 euro e tutje. Çmimet në tregun e gjelbër janë të ndryshme nga ato të marketeve. Në Pallatin e Rinisë në kryeqytet sonte na pret një natë madhe sportive.
Vajzat e Kosovës në handball përballet me njërin prej skuadrave më të forta në botë, Francën. Pavarësisht mungesave të shumta në formacion, dardanet janë të vendosura të japin maksimumin ndaj kampionëve aktuale të botës. Dueli Kosovë-Francë transmetohet drejt për drejt në RTK 4 nga ora 20:15. Pallati i Rinisë në Prishtinë po bëhet gati për një nga mbrëmjet më sfiduese të handbollit ndërkombëtar. Të njëjtën, vajzat e Kosovës zbresin në parket për të u matur me Francën, superfuqinë botërore që vjen në kryeqytet si favorite absolute, por që do të përballet me frymën dhe dëshirën e madhe të Kosovës. Nën urdhrat e selektorit Agron Shabani, ekipi ka nisur grumbullimin që të dielën në Lipjan. Megjithatë, kjo nuk është javë e zakonshme. Lista e Shabanit kësaj radhe ka pësuar ndryshime rrënjësore. Mbi 10 lojtare mungojnë, disa të ndalura nga lëndimet e disa të tjera nga obligimet profesionale dhe shkollore në klubet e tyre jashtë vendit. Mungesa e kapitenes Mirjeta Bytyqi, motrave Qorraj, Gjikokajt dhe pjesës tjetër të shtyllës së ekipit ka detyruar stafin teknik të kthejë syt nga lojtarët e reja të kampionatit ton lokal. Edhe pse përballë kanë kampione bote, te vajzat tona mbretëron vendoshmëria. Ky cikël kualifikues për Euro 2026 që mbyllet të dielën në Zagreb ndaj Kroacisë, po shihet si një mundësi e artë për të fituar përvojë. Përkrahja e publikut do t'jetë lojtari i 8 Kosovës. Ndeshja nis të njëjtën në ora 20:15 dhe hyrja në Pallatin e Rinisë është thirrja kryesore për të gjithë sportdashësit. Dueli Kosovë-Francë transmetohet drejt për drejt në RTK 4. Agjencia Amerikane për kërkimin e gjithësi NASA ka bërë të ditur se misioni Artemis 2 po shkon sipas planit dhe se pritet që astronautët e parë që fluturuan rreth hënës në më shumë se 50 vjet do të arrijnë në tokë pas